Kontrolli i lartë i shtetit ka zbardhur një panoramë alarmante të shkeljeve financiare në administratën publike, duke konstatuar efekte negative në buxhetin e shtetit në vlerën totale 2.404.623 lek gjatë periudhës janar-gusht 2025. Sipas raportit zyrtar, janë dhënë 148 rekomandime për institucione qendrore dhe vendore, ku 112.257.000 lek përbëjnë dëm ekonomik të drejtë për drejtë, ndërsa 2.292.366.000 lek lidhen me menaxhim jo efektiv të fondeve publike. Raporti tregon se dëmi ekonomik është konstatuar 57% në fushën e shpenzimeve dhe 43% në fushën e të ardhurave. Në shpenzime, 90% e dëmit vjen nga shkeljet në procedurat e prokurimit dhe zbatimit të kontratave, përfshirë likuidime për punime të pakryera, punime jashtë specifikimeve teknike dhe mos llogaritje të kostove përfundimtare të projektimit, me një vlerë prej 57.445.000 lek, ndërkohë në të ardhurat, rreth 96% e problematikës lidhet me aktivitetin doganor, ku KLSH evidenton mos argëtim detyrimesh, përjashtime të padrejta nga TVSH, vlerësime të gabuara të importeve dhe trajtim të gabuar të shkeljeve doganore. Lista e institucioneve me shkelje është e gjatë. Në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve, KLSH evidenton problematika serioze te Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, administratat e zonave të mbrojtura në Tiranë, Kukës, Berat dhe Florë, Bashkitë Elbasan, Fier, Fush Arës, Has, Maliq, Sarand, Tropoj, si dhe te Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Rinas. Shkelje janë konstatuar edhe te Korporata e Investimeve Shqiptare, Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, Universiteti Luiq Gurakuqi Shkodër, Ministria e Financave, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, Cirku i Tiranës, Qendra Kombëtare e Kinematografisë dhe Shkolla e Magjistraturës. Sipas raportit, vetëm në fushën e të ardhurave nga menaxhimi jo efektiv janë konstatuar 1.768.832 lek, ose rreth 77% e totalit, kryesisht në qeverisjen vendore, për taksa dhe tarifa të pambledhura, mos aplikim kamatvonesash për përdorimin e pronave publike dhe detyrime të paraqëtuara nga shkelje mjedisore dhe veprimtari të kundërligjshme. Në shpenzime, shkeljet kapin vjerën 523.534.000 lek, ku një pjesë e madhe lidhet drejt për drejt me prokurimet publike dhe disiplinën buxhetore. Raporti i KLSH-s ngre sërish pikpyetje të forta mbi kontrollin e brendshëm financiar, përgjegjësinë e drejtuesve të institucioneve dhe mungesën e ndëshkimit për shkeljet e përsëritura, ndërsa dëmi për buxhetin vijon të rritet nga viti në vit.